Tradita e ndarjes së çmimeve kombëtare të letërsisë për botimet më të mira të vitit që lan pas, vijon duke sjellë prurje të shumta letrare nga autorët shqiptar. Romani më i mirë i vitit mes 5 kandidaturave u shpall ai shkrimtares Enit Karafili me veprën Epopejën time. Me një karrierë të gjatë letrare në Zvicër, shkrimtarja rikthehet në atë dhe me një vizion të pasur letrar mbi përkatësinë identitare dhe thyrjen tabuve të ngulitura në kodet e trashëguara kulturore. Po them se çfarë bën veçantë është një çik stili, kam dashur të përdor një nivel të shqipes bashkohor, të lartë, të kultivuar, por nga ana tjetër jo të rënd, jo ekskluziv, jo elitar. Dy personazhet kryesore të Epopejën time janë dy përfaqësues. Sigurisht që nuk e mbulojnë të gjithë spektrin e eksperiencave që ka patur brezi jon, që i ka qenë brezi që u hodh në mërgim adoleshent. Vepra më e mirë estetike studimore ju dha studiueses Anila Mullahi me veprën Krijimi letrar në proces. Është një studim i ri, një lloj të ri, kjo monografi është një studim gjenetik që tenton të bëjë një analizë të procesit krijues të shkrimtarit Dritor Agolli. Ky është një studim i cili merret mirëfilli me procesin dinamik tekstual. Romeo Çollaku mori vlerësimin për përkthimin më të mirë të veprës Retorika të Aristotelit. Një veprë të tilla kishin krijuar vetëm filozofët e lartësisë. Një nga këto vepra besoj duhet të ishte Retorika. 3 çmime u dhanë këtë vit nga juria e kryesuar nga kryetari Bestik Mustafaj, teksa qëllimi i tyre mbetet mbajtja gjallë e krijimtarisë shqipe.